Lindjet në Shqipëri vijojnë të ulen me ritme të shpejta. Sipas një raporti të Instat, numri lindjeve për tremujorin e tretë të këtij viti është 6.408, duke shënuar një rënje me 1.2% krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2024. Në 9 muajt e parë të këtij viti, në vendin tonë u regjistruan 16.052 fushnje nga 17.558 fushnje që u regjistruan në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Edhe pse shtesa natyrore në 3 muajt e fundit të këtij viti mbetet pozitive për shkak të uljes së numrit të vdekjeve, lindjet në vendin tonë vijojnë të tkuren. Në 3 muajorin e tretë të 2025-s, 3 qarqe të vendit regjistrojnë rritje të numrit të lindjeve, ndërsa 9 qarqe të tjera shënojnë ulje në krahasim me 3 muajorin e tretë të vitit 2024. Qarku Tiranë paraqitet me numrin më të lartë të lindjeve, duke regjistruar 2.509 lindje, ndërsa qarku Gjirokastër paraqitet me numrin më të ulët me 81 lindje. Ndërkohë, sipas burimeve zyrtare nga Spitali Rajonal në Vlorë, prej janarit e deri më tani janë regjistruar 470 lindje, çka konsiderohet një rritje e lehtë po ta krahasosh me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, kur numri i lindjeve gjatë gjithë vitit të 2024 rezultoi të ishte në 550 bebe të lindura. Ulja e numrit të lindjeve po sjell një popullsi më të plakur dhe më pak të rinj për tregun e punës. E për këtë arsye po diskutohet rishikimi i mbështetjes për çiftet e reja dhe bonusin e bebes për të krijuar më shumë mbështetje ekonomike. Sipas specialistëve, duhet të ndiqen politika europiane për mbështetjen financiare të fëmijëve deri në moshën 18 vjeçare.